Si e shikon situatën e lumit Sema? Ka prurje? Ka prurje të rënda shumë. Po vazhdojnë, po rritet në... Po rritet akoma niveli ujt, vata mëgjesun atje ka vatë gati 1 metër më lartë. Ura në shenjë dhe ka vatë 1 metër më lartë. Se si do bet... Ka ndodhur ndonjëherë kjo prurje? Sa vite ka që nuk është në... Ka 8 vjetë, po jo me këtë prurje. Këtë radhe ka bërë nam. Cili është shkaku si pas jush? Shkaku është hidrocentrali atje që mbushet, e çojnë ata, cala shirat. Kjo është shkaku. Çfarë temesh ka bërë dalja? U kam 7 dylym jonç. 3 dylym i kam grur. Çfarë të them? Banor tjerë që kanë sipërfaqe të... Komplet, kjo këteja është e mbjellë, komplet me grur. Të tërë grur jonç që i kanë. Sa shtëpi është fshati? Fshati është 450 banor. Nëse ndodh që çatë argjinatura përmbyten shtëpitë? Jo ne, po dhe sheqistë janë dhe, komplet. Me këte pruje i ka bërë. Drejtues të pushtetit lokal kanë ardhur, i kanë parë situatën? Këte ra nuk i kemë parë fare. Fare. Fieri ka 12 deputet nga Partia Socialiste. Janë dukur të deputetët? Këte ra nuk janë dukur fare. As deputetja zonës Antonita Dhima? As Antonita ka ardhur vite tjera si vjetë fare. Ke banesën nga lumi Sema? 20 metra. 20 metra. Nga prurjet e lumit, ke frikë se mund të dali lumi nga argjinatura? Po, dhe pasojat që mund të shkaktoj? Edhe del. Para 10 vjetësh hodhi aty. Doli. Hodhi që po pru skrepin ata, dava 20 metrë që. Hodhi aty e kurse këtej 20 metrë la. U përmbytën banesa në atë? Jo, su përmbytën se erdhen me skrep, me vrap, erdi bangërsi. Tani si u duket situata? Keni frikë se mund të dali lumi nga shtrati? Këtu, se u po vete 66 vjeç, edhe i kam parë rrjedhjet, tera, edhe kur vjen lumi, kur vjen ujtë e shiut janë dhe, vinde me drozha me lumë djerë, po kjo nuk e shuj shiu. Kjo e shuj i kulluar. Këtu, banja atje se më ka bërë ushtrinë dje, ku ka bërë dhe bajnë atje, di, a da bëjnë shkarkim. Pra ju e dyshoni se mund jenë da hapur portat e... Po, shkarkim. Nuk eshtu ujti trubullt. Se ujti trubullt jena pa bërë banja, na vinde ujti trubullt. Vinde 4-5 ore binde. Binde dhe mbeturina shkurre... Mbeturina shdo gje, a i s'ka zgje, shumë i kulluar. A i shu i banjës. Prandaj mos të grumullojnë atje ta portat. Mos i hapi. Ta hapi si shduhet, pak në pak, që ta përballojnë. Jo e grumullojnë ata dhe një të shuare bëjnë herë shëta, shë na bënë. Kam 8 dylym jonxhun e kishem gati për të korrë, iku. Kam 6 dylym grurë, iku. Asë njeri s'ta lërëson. Një nga banorë tuaj tha që këtu kam bërë edhe rrugë, ka ngritur tip argjinaturë, ka qërë tubino që e ka penguar rridhën e Sema që e ka bërë bankërsi. Brenda shtratit. Bankësi edhe i ka bërë ato, po bankësi duhet i bëjt turbinot i gjera. A i ka shumë të ngushta. Bile s'm ka bërë dhe tije mu i ku njidhësh lartë në fund, ka vënë turbino 80-që. Kjo kanali Vadicë, ajo është 16 metra. A i nuk pastrohet. Ati duhet ta bënde me kemës. A i se ka bërë me kemës. Ka shkak dhe pengon tërheqjen e ujit drejt... Po dhe jo e pengon, se po t'i bëj me turbinot e gjera, po tani se pengon ajo, jo, a i ka marrë, e ke partit e? E ka marrë gjithë parcelat e ndeja. Po i edhe kanali Vadicë tu, atë punë në pengonë tje. Unë jam nga Patosi. Nga Patosi, punon këtu në... Punoj, po kam një pjesë toke këtu, a ka dhe një shok, kam futur disa hoje zgjoje bletësh. Sa koshere? Duhet t'jem të 4-5 copë. 4-5 koshere, janë izoluar, janë përmbytur si situata, e keni parë? Nuk kam arritur t'i shikoj se shumë niveli lartë i ujit dhe nuk e di çfarë fali janë. Kur e shtuar niveli i prurjes të Semanit? Ky ka 2 ditë, mbrëm në darkë kanë qenë deri atje tek tabela. Sot mëngjes e gjetëm këtu. Po
ka prur nga Shira, si banor po thonë që nuk janë hapur dhe portat. Janë hapur porta mbrëm në orën 8, kam punuar se lexova në telefon me një portë të hapur. Dhe po. Edhe mendohet që të jetë mbyllur, ndoshta shikojmë që s'po lëviz me niveli, po rri në një vend ka një orë të paktën. Me sa kemi dëgjuar nga këta që kanë folur, ka qenë dhe deputeti e zonës, Antoneta, na tha që janë mbyllur portat dhe nuk kam me, pritet të bjeri, tash nuk e di të shkojmë. Ju pam edhe disa kafshë qenë. Po, kisha dyqan, u futa deri atje, mes dhe i nxora. Shpëtove qenë, po. Edhe një tjetër këtu të kjo kontineri, e kemi nxjerrë me varkë. Shpëtoj dhe ja.